KF Kamjani pas 2 ndeshjeve të para të sezonit vjeshtor në Ligën e dytë ka regjistruar rezultate befasuese, duke grumbulluar 4 pikë që kanë vlerën e madhe për vazhdimin e kampionatit. KF Kamjani nesër është mysafir e ekipit AP Brera, e cila disa vite me radhë ishte në mesin e ekipeve stabile në Ligën e parë. Para fillimit të seancës së djeshme stërvitore, futbollisti Enis Dervishi për televizionin Koha tha se sukseset në 2 xhirot e para motivojnë skuadrën që ecuria pozitive të vazhdojë edhe në Strumicë. Ne nga fillimi kemi qenë domethënë optimist që të marrim ndeshje për ndeshje dhe të shkojmë si fitues domethënë në çdo ndeshje. Prandaj edhe ashtu në Pelister, domethënë me Pelisterin mbaroi ndeshja 1-1, edhe pse referimi nuk ishte i drejt dhe ato na morën pikët nga dora edhe përfundoi ndeshja me 1 pikë për ne. Domethënë në shtëpi ndeshjet kemi qenë në fokusim maksimal për të nxjerrë 3 pikët dhe në Kamjan domethënë shpërblim edhe publikën si në ndeshjen e parë domethënë që ishte për ata në Ligën e dytë. Edhe për ne domethënë është një hap i mirë, në vazhdimsi domethënë do t'i befasojmë përsëri, mendoj edhe se për Brerën do të shkojmë për 3 pikë të arta atje, që do të ngjitemi në një nivel domethënë të ligës, mendoj në top 5 e parë si ekip i ri në Ligën e dytë, edhe do ta përfundojmë mendoj me rezultat pozitiv atë lojë. Nesër me fillim në orën 16:45 takohen AP Brera Kamjani, Osogova Novaci, Makedonia Gjorgje Petrov Pelisteri dhe Rabotnički Euromilk. Të dielën me fillim në ora 16:45 takohen Ohri Kozhufi dhe Shkupi Teteksi, ndërsa në orën 20 fillon ndeshja Bellasica Detonit Plaçkovica.